rrësoj çështje, a diskutuar? Po të kërcej, hajde, sa. Sporti për me më u betu për krejtë, se edhe këto desha me diskutuar. Po du me ditë, për drejtë sa nuk peshuam, po du me ditë, aja afrohet të lumit tibër, se atë pjesë të të nesër dim gati të gjithë. Ja tash, nëse nesër, për zonë, fiton Partia Demokratike, pa dëshim që na kemi mezuar liçenin me shku për pjetë atje. Dhe tash, atakohet me pjesën fushës sportit, ajo është shumë afër. Tarim, te shkresa e Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport, e cila ju ka drejtuar kryetarit komunës, thot, te prona, në vërtet të kërkesa, e jep edhe sqarimin, që mjetet financiare janë të parapame në kornizën afat mesme të periudhës 2022-2024, të malë zbohet fjallë për investim të këti viti. Zbohet fjallë për ne, nëse mund në me thonë një farë planifikimi për vitin ashtë, jemi të kjarë, mjetet të sigurume nuk ka për këtë qashtë. Ideja është fillimisht ja, edhe shku, nuk ka dhe mundësi financiare me ka këtë qashtje. Ta i ka lypë 2 hektarë Ministria e Kulturës për këto, këta i ka dhonë në dispozicion 1.8, dhe mund që ato janë, me pra me besu si 2 hektarë jenë jashtëzakonisht të pa nevojshëm për një fushë sportive, fushë sportive, ma pak se 5 hektarë. Realisht të thanë në kryetari nuk është çështja e AKP-s, çështja e AKP-s është ka objekte të Transkosovës edhe ka kjo pjesa ku është zonë, është kontest me AKP-n. Kjo pjesa në cilën po flasim nuk është në kontest gjësur me AKP-n. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë kjo pikë të studje për sportin. Ja që zvotot unanimisht tansra. Jo, atëherë jo. Jemi në procedurë të votimit. Hajde, jeta. Sporti normal që duhet më kushtet. Vota ime o pro për Trepçën edhe për secilin klub që ka projekte për zhvillim. Po më vjen shumë mirë që sot nuk ka protesta. Nuk ka asin dhe vetë këto që bojkotojnë e thujnë një privatizim me jokë në janë. Vota ime o pro, le shkon sporti për para çdo herë. Faleminderit. Faleminderit. Ja ta për konstruktivitetin ta. Atëherë kush është që kjo pikë të aprovohet për sportin për klubin e futbollit Trepça? Kush është për? Konstatoj që me votë unanime është miratu kjo pikë e rendititës. Kalojmë tek pika e 7 e rendititës, propozoj vendim për miratim të vendimit për këmbimin e prunës palëshme të komunës me prunën e palëshme në transit personit fizik Besat Zaneli. E kanë ngritur. Ato diskutim rrosoj çështje. Atëherë kush është edhe kjo pikë miratuat, kush është për? Kush është për? Domethënë është fjala për prunën të cilën hapet rruga Zaneli kjo. Ali Zaneli. Kush është kundër? Abstenim. Tërme 18 vota. Okej. Pikën gjashtë si kemi kalu, që ta shpikse jemi. Pika 7 aprovohet me 18 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kërkoj falje, e kemi kalu pikën 6.
Rikthehen edhe herë pikë 6 propozim vendim për miratim vendimit paraprakt për dhënie të pronës palishme të komunës në shfrytëzim për organizatat e shoqërisë civile me procedura konkurrime. A ka dikush diskuton se çështje apo tash në dokumentacion sigurisht keni pasur edhe dini vendimin na si kuvend komunal i kena votu bonevetin para 4-5 muajve. Ministria e ka kthy mbrapsht edhe tani ne kemi vendos me procedu me proces konkurrimi, domethënë në mënyrë të rregullt, kështu që është hapja këtyre procedurave. Për faktikisht shkolla Ismail Qemali e vjetër. po vjen mirë në kryetar. Se ka jesë më në ngrane, po apet, po dojtë më në ngrane. Se në fillim ju kemi tregu. Se kjo shkën qështu. Qëse se, po ka jarë, është mirë me ngune? Ani për mirë. Ose mi më tregu. Okej, a ka dikush me diskutuar ose pike? Urna, Same. Letra e identitetës po ma që mollën si kur është ne, zëti shpisë shumë i forte veç jep shudjenve, jep pruna. Drejtori Hyseni bashkë zotën sot, një ka iske vakune. Ky kishë bolë. A ka dikush diçka tjetër? Rrasoj pike të rëndita, se urna dhe njetë. Edhe për këtë pikë mendoj që duhet me kalu me unanimitet plot, për shkak se kur politika jep hapësirë shoqërisë civile, e ndëgjon shoqërinë civile, bashkëpunon me shoqërinë civile, mendoj që është një indikacion për netarëve më të mirë të një populli dhe në shtetin. Faleminderit, do njetë dikush tjetër ekzekutive, drejtor të rregullit. Edhe drejtori financave është i financion. Atëherë kush është që edhe kjo pikë të miratohet, kush është për? Apo kundër abstenim, konstatoj që me votë unanime është miratu edhe kjo pikë e renditditës. Në besoj që rreth kësaj çështje na kemi nevojë me bën një komision. Atëherë, për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale, duhet të mendohet komisioni për dhënien në shfrytëzim 3 propozime, të vërtet 2 propozime vinë nga ekzekutivi, 2 nga kuvendi dhe 1 nga shoqëria civile ku kryetari i komunës bashkëpunim me ta ja propozime. Në kryetar a ki propozime për Nazë dhe nësa të qofte e përnë atër 2 propozime nga kuvendi, anë shkojna për e opozite, orna për dëgëja keni propozim në sot qështë. Unë se disa të gjohën e preashtova dhe të dëse. Atër, ordane... S'keni propozim, ha? Ordane fati. Artan, unalen, restarto. Grupit parlamentar do njetë dësimi. Mirë. Nga LDK? Mund që është fermen me kom.
Ornat, Fjotra? Julieta Ajmeri. Julieta. Exekutive, Të shpjegoj cila ke logjika jam. Mirë po pa absolut pa jam të drejtën e propozimit as të vendendosjes, as AKR-s, as AK-s, as PD-s, as njënët. Po me qenë se realisht për ekzekutive çdo herë vinë 2 propozime edhe plus në koordinim me shoqërinë civile janë propozimin e tretë. Edhe me idenë e transparencës gjithherë që opozita tjetë ma pranisht me këto komisione, këtë kontest shkopa. Domethënë një prej KDK-s, një prej DDG-s, mirë po gjithsesi anëtarët e kuvendit, pavarësisht se kanë të drejtë me dhënë edhe propozime tjera, vleresht organizat. Realisht, po që një person po dojna me propozu për komision, këna në shumë pejnë që 3-4 herë, po në shojna edhe kësa jere pejnë, falënderit publikisht pitëm Muhamet Plonës, i cili asë njerë nuk heziton për me në shumë pejnë në kësisanësh, dhe na po të rregum për këti komisionit, atëherë Atëherë, Izet, unë veç edhe një informatë pësoj që është e rëndësishme të raporti i performancës komunës, ku Kuvendi i komunës e ka pat kotën maksimale të poentimit me shpikërisht që kjo bashkëpunimi, natëkuptimi dhe krijimi i raporteve i transparencës që po bërë, e që edhe kjo është ka kuadër të performancës. Domethënë që realisht kjo është një punë e mirë e Kuvendit, pavarësisht që ka edhe kemi ndonjë dilema, po megjithatë edhe një pikë po se me fakt kryetori, që thonë se kur pa vjen për se po vjen. Atëherë, a pajtoni që komisioni jetë në këtë përvërje, Donjes Bislimi, Julieta Ajmeri, Shukri Goshi, Aida Ferrati Doli dhe Fatbordha Haxhiu. Toni, kush është për? Që ato dy s'ka votu. Atëherë, kush është për edhe herë, më falë, konstatoj që me vot Nisë për, kush o këndër abstenim, me një vot këndër 27 për, me 2 këndër. 27 për, 2 këndër aprovuat. Propozimi, kalëm të këpika e 8 e rendititës, propozim vendim për inicimin e procedurës për ndarjen e çmimit deri qytetit në Kolonel Skënder Hajdari. Unë e përlexoj propozim vendimin. Propozim vendim për miratimin e iniciativës për ndarjen e titullit deri qytetit. Duke bazuar në nenit 12 paragrafi 2.d dhe nenit 14 paragrafi 2.h të ligjit numër 03 fraksionel vi 014 për veçqeverisjen lokale, si dhe nenit 13 paragrafi 2.d të statutit komunës Mitrovicës dhe rregullorin komunale numër 04 fraksion 2019 për ndarjen e titujve të nderit, çmimeve, mirënjohjeve dhe falënderimeve, besoj që është me interes amonit i kohë me ndëgju. Kuvendi i komunës me mbledhjen e rregull të mbajtur me datën 29/4/2021 me propozim kryesuesit miraton iniciativën për ndarjen e titullit deri qytetit. Në shenjë respekti për kontributin e tij të veçantë në luftën e ushtrisë lirëtare të Kosovës, kontributin e veçantë si ushtar edhe aprori i forcave të sigurisë së Kosovës, veprimtarinë e pareshur në themelimin dhe ngritjen e ansamblit të këngëve dhe vallave në Mitrovicë. 2. Për kontribut të përgjithshëm dhe të vazhdueshëm në shërbim të atdhejot dhe kombit. 3. Kuvendi i komunës së Mitrovicës i propozohet të ndaj titullin post-mortem deri qytetit nën Kolonel Skënder Hajdarit nga Mitrovica. 5. Komisioni pas shërtimit të propozimit të caktuar në pikën 1 dhe 2 të këtij vendimi, përmes
kryetarit komunës ose kryesuesit të kuvendit komunës, rekomandimin ja përcakton kuvendit komunës për shëtim dhe miratim. 6. Për zbatim të këtij vendimi do të përkujdeset kryetari i komunës, kryesuesi i kuvendit dhe komisioni për shërtimin e propozimit për ndarjen e titujt nderit. Po s'ka gabime po e. Aha, në komision. Qytetar nderi dhe nderi qytetit. Dhe 7. Vendimi shpallet 15 ditë nga regjistrimi në protokollin që to 17 ditë e ndrojnë edhe bojnë vendimin në fusi ditën e miratimit. Që kjo ndrojnë. Mos me prit ma fatet në qëtë. Me dhe i bashkanëzitet lista e nënshkrimeve. Që do veçeni të nënshkru. Që ku të përfore. Atëherë kush është që të miratohet kë iniciativë, kur deri konstatoj që me votë unanime është miratu. Kalojmë tek pika 9 e rendititës, propozim vendim me të cilin obligohet ekzekutivi i komunës që të përmiroj listën e banorëve të veriut të cilët jetojnë në pjesën jugore të qytetit dhe lirimi tyre nga pagesa për energji elektrike maksimumi 30 euro në muaj. Fadil, a ka mundësi sinqerisht pa dasht edhe kështu me po mi ngarku njerëzit, po me kom korrekt. Cilla ke ideja e iniciativës për mbështetjes së pikë të rendititës, edhe çka realisht na presën matutje prej kësaj liste kur ekzekutivi e vjen. Nëse realisht dhe marrëm iniciativën, po thonë, që me obligue ekzekutivin me bo listën, na është mirë që me prit listën, edhe kur vjet lista, na taj me diskutu në bazë një analize financiare për me marrë vendimin për e matutje, po mos me marrë vendim sën, pa e dit listën definitive, po sot le tjetë si iniciativ e propozume nga ti, që obligon kuvendin e komunës që brenda mujt me pregadit një listë të banorëve shqiptar, ose të banorëve të cilët jetojnë në joget të cilët janë banorë të veriut, e që janë kisha dasht me shti vetëm ata të cilët janë në gjendje sociale, po jo të banorë, sepse kjo me të vërtet e ngarkon shumë këqoshe. Po, urna fatit. Po mundohen t'jem sa ma i shkurt dhe sa ma pjarë. Shqyqar, ideja pse është marë, qëllimi është mja vlerësu sa të pak gjendjen qytetarëve të cilët janë të shpënguar prej dhunës. Do më në kjo, qëllimi është një. E dyta, disa vite, 2-3 vite ka funksionu kjo. Në vitin 2005, 2006, 2007, si jam bashkë sigur, me qenë se kom qenë kek, ka funksionu, mirë po kemi pas disa telashe. Kam dorë disa telashe, jo me lista, jo është, jo s'është, jo i takon, jo si takon. Do më në ka pas disa vretje dhe pastaj, mas 2-3 viteve, është ndërprej. është shumë e sinqert me morë parasysh ne si kuvendor që të pakten t'ja u lehtësojmë sa do pak ato shpenzime. Qëllimisht e thash që maksimumi që ju lejohet mu pagu këtyne familjeve është 30 euro. Maksimumi. Ndërsa nuk do të thotë që se cilit t'i paguën 30, por aq sa ka fakturë. Dhe teknologjia ka ecë aq mirë tash, sa që ne përfaqësu si kuvendit bisedon me kecin dhe i merr dhonat myrë elektronike direkt ja bart në kartele së cilët konsumator qësisht pronor që ka qenë pjesën veriore. Do me thonë, është një mënyrë shumë e thjeshtë, është një mënyrë shumë e lehtë dhe absolut i liran ata prej kësaj të lashë. Tjetër shka është shumë e rëndësi dhe për atë e thash deri në mujnë ashëm. Është me rëndësi që të gjitha ato familje që janë atë pjesë, ato të regjistronë. Mos të bëhen qime, se na dolin të lashe. Mos të bëhen qime, jo ka qenë, jo s'ka qenë, ata që kanë dokument, le tjetë vetë faqe, le tjetë publike, le tjetë zyrtare, që ata mund të përfitojnë. Tjetër, shkam ka shty, kur ta zonë qeverit, duke fillu edhe pak ma herë, por edhe tash që në mos që në tregu bukur të shlirë, që, jo që përja vekin shpenzime. Defekte disa ere këmë cefë, me qenë se ndoshta jo para josh.
Defekti i qeverisë është, me qenë se ne si jemi qeveria, s'po dojmë as me akuzu këte, apo ate. Vetëm pikat shkurta, defekti është pse, për shembull, qeveria nuk ka qenë gjendje ta për kufizën çmimin ta zonë që 40 euro të lejohet pjesës secili banor që banon pjesën veriore shpenzimit. Këtu është defekti i gjitha qeveria. Kjo neglizhencë asnjë shtet në farforme se kishte bën. Këto janë sjell plotësisht të pandërgjeshëm, pasinqert dhe na kanë goditur shumë, edhe ne si qytetarë. Që ato shpenzime që paguhen atje janë taksat qytetarë. Dhe defekti i gjitha qeverive, pra po e thamë, s'po e përjashtaj asnjë, ka qenë që nuk e ka marrë një vendim që edhe bashkësia evropiane e kishte përkrahë që t'jetë kriteri ta zonë 40 qevre 50 euro, e jo sa bitkoje, dresje, birë, atje dhe rrugë të rrugicat për nxenë, e na taksat e qytetarëve, këta me social, për du të me ndohë mja pagurrime. Do më thonë, këtë defekt, unë e kum prej këta që kanë orë për shtet, mirë po edhe këta kanë ka përdi asë që në lullë me te. Se nuk këtë dasht me në shumë. Nuk këtë dasht me në shumë me argjuaj 300-400 euro, 1.000 euro, 2.000 euro, një pronar, dhe mus me pas brengë fare dhe qeveria me mbullu, me taksa qytetarë. Gabim shumë e. Faleminderit. Atëherë, po gjithsesi Samiu i zeti profa mirë është mirë, ne si Kovend është me marrë si iniciativë me i propozue Kovendit. Në këtë rast zënjes Kosari Lila e cila ke shumë e zëshëm dje, që në katër të asoj pakos të 11 milionëve me liru gjithë verinë për rrymës, pletiri liran edhe shqiptarët të cilët jetojnë me qëranë në jug. Në në katër që ati 11 milion shqip se mos mi mbëllu edhe këto shpëtime dhe mos mi barë komunës edhe Kosarit mi thonë që mos o tëtë se shka e ka arru Kosovë në ka rëzik se policë duhet më këthy narkeval edhe nëse këthejhen se mbrojnë atë dhejën atje po jo për nëjvar qashtje tjetër. Por në samitit përgatitet i zeti edhe vazhdoj me profe. Për pikmëri, se cilë fjallë të Fadilit të dhonë pajtona, besoj që se cilë për juve pajtoni në rrasë që nuk e shenë në aspektin politik, dhe sikur që kishë me arë propozimi, po besoj prej pushtetit pozitës, e këshit përprava dhe ju. Por që ka arë prej pozitës, atër duhet me diskutu këto dhe. Pse për thëmë kështu? Kryesus, për para disa mujve, për para disa viteve të gjithë e dim, që në pjesën jugore ka pas reduktime të rrymës. Sot farë parësisht nuk ka ma reduktime. Dhe se cili për neve, nëse shikaj ke për pjesës veriut në mbramje, kish me po atje që ati ka pas rrymë vazhdimisht. Nësë nuk e rëndësishme atë shkujnë në vatim që të pika po. Ose po diskutojnë. Faleminderit. Jo se për juve. Amo, s'ka disiplinë të. është mirë që t'i bëhet një shkresë, pajtore në kryesuse, po tha që t'i bëhet një shkresë Kovendit, gjithsesisht edhe Komisionit Parlamentar që është për energji, Zonis Kosari dhe zotëriu tash deputetit tri Armen Mujes, i cili qartë po që ka votu pro ndihmës së serbëve atje rreth 1 milion domethënë në muaj, në fakt dorën e djathtë ka çuar për me kur ka votuar, e kemi pasur të gjithë. Dhe ka dalë me një deklaratë në Facebookun e tina ku thotë që nuk është e vërtetë. Por në ciko që e ka çuar dorën. Por që nëse kam bërë gabim, qeveritë e kaluara realisht nuk është dashur të bëjë këtë qeveri, këtë gabim. Ku tash kalkulimin e ka bërë besoj Fadili përderisa ka thonë me 30 euro. Unë se e dije, qeveria e Kosovës e kaluar dhe cila ka qenë më herët, nuk e dija ka 250 kW, por 500 kW energji elektrike i falë për familjet që janë skamnore, që janë raste sociale. Tash har 250 a 500 muna me gabu, po njona për ty në 2 shifra bashkë. Se sa bojnë këto, bojnë rreth 30 euro, besoj bojnë që këto, po nëse aty në duhet më falë tash. Ishtë është kryetari komunës, në debatin e mramshëm që këtë pak i kom po besoj ishtë është me ngrejtë si që është i këto si padrejtësi që ka po qytetit e jugut. Dhe me thonë që na si qytetarë të jugut e pagujmë rrymën. Po besoj mu si familjar, tash e posh fakturën të shtëpia për kujtoj që ishtë dikon ofër 60 euro kisha këtë muj. Edhe unë jam qytetari Mitrovicës. Edhe ai shkollë që është sërbe, që është i pjesës veriore, edhe ai ka punë më mirë se sa që i ka mune se shumica absolute që ai keni ju këto.
Unë ju garantoj që i kanë më mirë se na, sepse marrin para prej qeverisë Kosovës, qeverisë Kosovës marrin, s'po them kësaj juve, mos e merrni për të keqen në aspekt. Po në vazhdimsi kanë marrë dhe këtë muaj me datën nesër kanë më marrë rrogat ata. 2. Marrin prej qeverisë Serbisë, marrin prej Unmikut dhe kanë biznese dhe gjitha të këqija që i bojnë këtij vendi dhe vendit vetë që i bojnë atë. Dhe të lirohet prej kësaj qeverie ku keni thonë keni të drejtën, çu keni bos, ka zaman. Po ka dorë krejtë shtremt, për një me këto unë se kom prit për juve dhe unë e di që se cilë për juve një kesh për këto që kanë ndodhë, që jeni vetë vendosje, që pëse s'keni që ka me posë, 2 vetë rëgosh. Po në rastin konkret, është doshtë me ngri zonën, po bre, jem shqiptar, unë e kur su përqenë, diçka kundër partijës tem, që ka po partija unë e bajt, sepse jam Samia. Po jo me hesh këtu që shpajnë është një. Dhe është mirë me po, është mirë me po diçka prej këtujt, me qëtë formën ligjore, të cilën e kem dhe me qutë qeverisë Kosovës, Parlamentit Kosovës, që më ju ndalu kjo e pa drejtë që ju ka po qytetarëve t'jugut në raport me qytetarët e veriut. Nuk është pak numër atje, po zotë e di se sa numër është i banorëve aty në shkive që janë atje. Dhe tash, kushdo që është i jugut, që i ka punë të maketësoni, çka thot ai? Çka thot ai? Qeveria jam, është e jam, sigure juve, njëjtë është ajo, kryeministri i Kosovës. Ministri i Kosovës, dhe Dermi Moza Kosari dhe e bën atë gjest, që thëtë mos kthehet në arkivohet, atë ajë zotnia, këtë se që ka po, dikur që në mërë të ka po. E më vërë Zyberi ka orë se hero, dhe të me thonë asoj Zojës Gjakovës. Se hero ka orë këto. Apo kuptën, në arkivohet se hero, ljomi shala për mu, për ty ndodhë që ajo. Po besoj, si e ku në rastet. Në rastin konkret, ajo që ka folë diçka sa do të me thonë kështë, po ne di që ajo nuk ka vetë vendose, po duhet me kokorizë ma shumë kështë që ta mjallon votën asajna. Me shala shpejt e shkarboj. A më të faktën është mirë kryesuese, tha shumë mirë, Fatile e bani shumë mirë hyrjen e saj, po pajtura me kryesuesin që me gjithë formën, aspektin ligjor, prej këtuit me shkuni shkrejës atje dhe me gjithë mundësi që është me thonë që të tërhiqë ai vendim që e kanë marrë atë se parat janë të jugut, parat me u paguat në veriut dhe gjithë Kosovës, ose e dyta, nëse duhet me pagu, patjetër këto të Fatilit do të është procedurë se vendim çaj. E morëm zona e për atë jam kryesues. Unë zota në kjo është në aspektin politik. Beseni, qëmbreni, dënjeti dhe vazhdoj kështu. Realisht, qëllimi ose propozime, ideja si ide, për në kemi. E pat, në brenda saj, një honë politike, që e tha më herët në kryetari komunës, që tash nuk është, dhe e mohut. Po, kur e filloj diskutimi, dulm pa ajo e cila juve përgjela. Unë e di që ju, po dhe populli, pritshmërit për lëvizjen vetë vendosje janë 50.28% krejt popullatës. Që ju si PDK në Mitrovic i keni prit një 15.000 vota në komunë të Mitrovicës. Realisht i keni marrë një 8.000. Realisht i keni marrë një 8.000 e 7.000 tjerë. Nashta jeni njoni prej juve këtu që keni besu ma shumë Albinit dhe e keni qitë votën. Jo veç analista, saj përket të lutëm zotër kryesues, u diskutu edhe nga ana ju, edhe nga ana e kolegëve të PDK-s, për udhëheqjen e qeverisë, për qeverinë 28 ditore, 29 ditore. Dhe ju po i lani 21 vjet qeverisje, që është bon nga PDK dhe LDK, që asë një moment, në asë një sekund, nuk janë interesu për shqiptarët që jetojnë në veri. Nuk keni interesu në asë një sekund. Unë, ju dhe se cili prej neve këtu, kem shok, kem familjar, e kem njerëz të cilët e dinë se si që shënë trajtu që 21 vjetë. Po ja u heku atë dërtë. Pritshmërit e juve që ju i keni për lëvizjen vetë vendosje. Kanë me ju ardhë dhe matë mdoja se që ju i keni pritshmërit. Dhe pres për juve që pas 4 vjetë qeverisje, kur janë zgjedhjet e ardhshme, t'jeni ball për ball me këto. Ignoranca e këtë rast e kryesuesit. Me kësi ignorancë që 21 vjetë jena met në këtë formë. Po, unë jam për me vazhdu në këtë punë dhe me marrë një vendim që se cili qytetar të veriut, na si kuvend komunal, mja dërgu ministrisë për kace, që se cili qytetar të veriut, i cili jetën një me ju pagu rryma,
Në realitet, nëse na flosëm për vlerën 20, 30, 50, 70, që zotriu më fjallë është ekonomist dhe një ekonomi një 50 herë më mirë se unë, edhe e balancojna me bugjetin që e kena komunal, unë e di që nuk mundën me dalën për përshmëri. Por, unë e di edhe një qëllim tjetër, se ju e dini që edhe në zgjedhjet komunale do t'jeni humps, edhe për atë arsye po mundoni hajde zot bënë lutë. Mos harroni. Mos harroni edhe një herë pyetva. Na nuk do të shesëm troje, si që keni boju. Mos hini asnjëherë për çështje komunale me hi nivel qendror. Për fat keq, unë detyrut me fol se nuk e pata njet me fol. Por mos hini asnjëherë në zgjedhje ose në qeverisin komunale me u gju edhe kinë se po bëj politik për nivelit qendror. Sepse përgjigjen ja ka dhënë qytetari në zgjedhjet parlamentare, ju ka qunë shpe një me një, rrenin shpe, fladetuni ose edhe zhëgetuni. Të kryve zëtë. E jo t'ja me votu ose jo? Jo, me rëndë po shkujna. Tash ka profi është për regullës, me qenë se Aq thokët edhe aq mire ka thoni Zeti. Ves një minut, prof. Ves një minut, prof. Edhe vazhdo matuli se më thonë drejtën në asë që po të muhabetin kontest të qeverisës vetëndëse. Po qështu është një zeti kërshmore për një kurve edhe ta i vesh ka marak me bile kur i lezet kamera për para lezet farë. Ja, nuk është qështu, që e pate shumë mirë. Absolut se po të në të kontest. Absolut. Edhe asë që e përmana qeverisën e Albin Kurve. Më thonë drejtën për shmeria jam nuk është kumërti qëfare pe qeverisë të Albin Kurve. Pse për kësoj qeverisës lokale që po pëllan që 6 vjeta 7 të vetë vendosës Mitrovic. Gjithë s'ka është më mirë se që ka qenë. Jo, në regull. Me e edhe qytetarë. Absolut, për shmeria jam si nivel lokal, si nivel qendror, është zero në raport me këtë qarqe. Bile, po flasë për një institucion ku unë vetëm jem një prej antarëve të kuvendit që e odheqi se anëse, kur gjë tjetër zdalloj për juve tjerëve. Sa për të rikujtujzet. Nuk ka po të vendim në kuvend i cili ka mujt me kalu pa mbështetjen e opozitës. Prandaj, çdo kuvend, çdo vendim i këtij kuvendi është merit e opozitës, jo e pushtetit. Si ke po të numër ata se jere, si kja sa. Po jemi, pse ne jemi konstruktiv. Pse ne e kryna rolin tonë për cilën qytetari ne ka besu. Edhe gjitha vendimet, jo i kemi krejnë ka gjashëm, fidan. Si i keni pru që rëndeta, po i keni huka dhe ka gjashmuj. Si vendimi ma ere që i ke për shkollën e Ismail Qevalit. Kur ju kemi thonë kështë zbërë, jo kemi thonë, ja, dë, po veç i ke huka gjashmuj. Qa është ja bëgjetin, s'keni dash me ngu, po vetëm kur ka dash të opozita, ka kalu bëgjetin. Prandaj këto janë merita të opozitës, edhe janë konstruktiviteti i opozitës. Prandaj, të me thonë tash me më mosil me arrogancë, janë i kam 50% të zhjullu. Ta ka besu qytetin, qytetari, hajrin ja parë, është dhe matutje. Na jem opozit me kritikujze, edhe me ngritë që është e politike këto. Unë e di që qendet në opozit, edhe në pushtet, nuk është shumë punë e letë kje vatume, që është bajak i përgjithsi, edhe opozita roli të një është me të kritiku, me të mojnë që të erë në kontrol, sepse kjo është balanci i demokracisë në jetën edhe në ditët të cilat jetojmë ne si shësri, edhe si Kosovë, fatëparsisht. Marë për shtetin, hajrin ja bashkë. Po me thonë drejtin asë këto, e asë në arty kësë më alezhik. Si s'më shonë e farë marifeti për më fasinu mas juve. Por në profesor, për në rami. Kështu, drejtë me thonë, nështë kur Fadhili propozoj, ndoshta edhe më keq kuptoj. Si folet qytetarit shqiptar, i cili është i dhunum, i masakrum, 30 sera, dhe si jepet qytetarit që ka dhunu këtë vend, i ka shkatru këtë vend, si folen 11 milionera, edhe në atë pjesë mësë qytetar shqiptar, në për këtë thash. Pro, komuna e Mitrovicës, jam shumë i bindur që nuk ka me mund me mbulush të shpenzime. Unë kom prit, prej qeverisë tanishme, sepse qoftë se që ka qeveri,
ka thonë, mos vjedhni ju se po vjedh dhe une, ja pas fari kritikave. Qose që ka qeveri, ka ardhë me tendencë, me zhvillu këtë vend, ka mundësi me kalzu vete me zhvillu këtë vend. Po mënyra që ka fillu, vallaj se të pëlqy. Me Gjipazin Shqipni që i kritikoj ka aqë shumë. Po ju ka shkullur? Po jo, nuk ka përte që ka shkullur. Dhe me njëherë, për 28 ditë, për thosë për 28 ditë e po kritikoni, për 28 ditë për folë 11 milionera, pasha zoti për mu, po më duket që ta shkijet, ka kanë pinga mera, edhe s'pë duket ka me preka dhe qeveri. O valloj, i kom prek kone, po si keni prek jo. Se i kom prek edhe më numës milion asë një heq. Po të thëmë kështu, unë po mendoj që na si kuvend komunal, më drejtu qeverisë të Kosovës, me shumë shpresë, që qëtohet 11 milion euro, më ndo edhe qytetarë shqiptarë që janë dëbun për pjesët veriore, edhe plus me shku edhe ma largë që më jam ndërtu shtijat. Këta si pas ka ndërtu shtijat, e kanë mësu, kanë të hu 5, e shku që në historisë shqiptarisë nuk mohat me fitu të kush në Kosovë, basitës 50%, jenë ndërshku për qytetarit, po si ta që ke morë përgjithsin, ndërtoja o shpijat. Dhe në qëllë se janë ndërtojnë shpijat, jo me morë 50, po me morë 70%. Valloj qëllë se nuk bëm kur që mësë hava se kime orë pozitën që në orë partit para djuko që kom dështet. Unë po menoj që kjo kuvend, kuvendi komunali Mitrovicës dhe bugjetin që kemi na nuk punë me mbulu qëto shpenzime që bëjmë flenë jo. Këto shpenzime mund me mbulu vetë qeveria. E unë kësha kërku për ti kuvendi që më mira tu, ose një kompetizion, ose diçka që to pare mjë pagu për mes qeverisë, jo për mes kuvend. Faleminderit, prof, urna ju ka përmend emni, po, gjithë se Kryesus, faleminderit, të realisht nuk bo debat me kolegën e Zetin, por... Një minut i ki, Samil. Po, shkurt me thëmë. E para punës, të gjithë këtu në Kosovë, se që ka po PDK-ja, LDK-ja, e dini mirë që pas tufta kone Diego në kallën krejt, dhe sëtë këtu e Kaçanek me shku, në Ferizaj me shku, nuk shenë e tuftës, se ka pas të kësia dhe kam bo gabime, pa dëshim që kam bo gabime, dhe moni mend që këtu mënyrë mas tuftës është kemi pas konzerva të arabëve dhe tjere ndima që na ka dhonë faleminderit për tyne, sëtë nuk janë atë gjendë dhe ka ecë veni bajg e mirë. Dhe se dikush mendon me muhu krejt gjithë ato të mira që e bo, për mendimi tema e ka shumë gabim, po t'jalom dërgjegjen e tyne. Por që njerëzit e qeverive të kalune, a është e vërtet që kanë bo edhe shitjet prona po është e vërtet Fatan Davladaku ka bo shitjet prona me Ministrin e Drejtësisë, e cila e di mirë për aferën që është 300.000 euro që realisht është në gjykata dhe nëse ka dikun botë të qenurit edhe Ministri e Drejtësisë edhe me qenë pjesë e gjykatave, në për gjykata nuk besoj se ka drejtësi ato. Po të shakon prokuror dhe gjykatë që shani shumë keq ato. Se është vetëvendosja më e mirë se sa që e tha kolegu, ky unë besoj që është shumë më e mirë se sa ky që din me paraqit. Urna i zot, vazhdo të njëtë, doktor, Vazhdosh me qenë të kuvend Kosovës, isha kandidu e nashta isha hi. Si kanë bejtë përgjësh, se kanë qitë Armeni, se këni dorë, A, tek, ngëm, si Po më vjetë mirë që kam bom me burdusha zonja mere që i parashikoj satë. Mirë. Realisht, unë për një men në shumë vendime, po klas tash për qasje komunale. Në shumë vendime, e di që kemi qenë konstruktiv të gjithë së bashku. Por mos haroni. Se opozitarizmi ju, se jena në fund të këti mandatit. Opozitarizmi i ju, që kom mundësi, nëse ka mundësi, zotre Same, me mlonë së breva, kish me qenë mirë. Kur të kryu në fjallën, folë të të lutë. Same, lutëm, edhe ashtu një minut i ka ku për replikë. Aj që një minut për një mërë të folët? Jo, unë e sinqerisht për thëmë njëse. Opozitarizmi ju ka pas shumë rastet kur vendimet e mira që në orë i keni përkra, po ka pas rastet që edhe vendimet e mira nuk i keni përkra. Mos haroni u përmen bugjeti, pse sot jena pa bugjet, është falë opozitarizmi të keq juve, që ju për interesa të ngushta, t'juve, plagjeve, kushëreve, të motrës të vlot, mja që një copë rrugë që atje,
e keni shty 6 mujtet dhe sot qytetari I Mitrovicës nuk ndëshkohet për shkak të votës së juve dërës. Tjetër, mos të harrojmë, na si pozit ma shumë për 70% se ju kemi bo opozitarizëm kundrejt drejtorëve tonë, që sumet drejtor pa u sulmu prej neve këtu, se kur është keq, neve nuk na intereson, se është I lëvizjes vendosje. E ki keq, s'ke marrë vesh, kena me sulmu. E ki mirë, kena me përkra. Kështu që ma shumë na I kena sulmu se dhe ju. Atëherë, është qeverisja e mire juve, bravo drejtorat që s'ka pas hapësirë për me ju sulmu. Prit, ta shtabin që apia e ka zërë. Ti je shef I grupit parlamentar, o I zet, nuk je militant këto. Realisht, adin nuk ban me ka... Edhe për çka... Jo, veç me koni, adin ma I artikulu, ma I balancu, adin mus me folin nacionalisht, edhe me hes tutje. Realisht do të respektoj si personalitet, absolut nuk ka dilem, po për çështje politike këtu jemi më konfrontu ka herë. Edhe fundi për që kjo është edhe kuventit. Absolut. Ma ju më konfrontu për Gjona Koti. Për Gjona Koti më konfrontu. Pra ndaj, s'ki nevoj, edhe është mirë me respektu se cilin, mendimin që jep këto. Fyva kërkon, absolut. Regull të vishmos, ose mërë fjallën tash, dhe që tash u ankoven sa mi tash, ka dalë në dëgja. Ki drejt, këtë aspekt ki drejt. Kur ki drejt, na pranojnë. Edhe hecëm matutje. Të buxheti, unë besoj që buxhetin qeveria Albinit 2 ka mujt me kryqe një mujë. Se ka kry hoti që një vjetë? Jo, si s'ka pot mundësi, si u konë kovendi shpërndon. Nga ta s'ka pot mundësi sen, më mojë. Po dhe, prandaj kje kalëzën pa aftësin e juve edhe nartë. Edhe me jestutje. Mirë po na, kur e kemi votu budgetin, I zed, na e kemi parë dyvishu gati budgetin e sportit. Që atë ju konë të kushte bukur me interes, ku opozita I ka kursu e ka... Po, pra, jo, është mirë dhe pa kamere mi potencu këtu. Edhe me konë I kjartë, koncez nga po në bëjnë. Mirë, fajmë të eri shëmorë nga të njëtë. Më dha fjolla. U qelen qatë shumë tema, cilat fatkeqësisht më do të më shku rënë me rënë. E para, diçka që këmë deklaru gjatë këtë këti mandati, vazhdoj me deklaru. Që 8 vjetë është qeverisje lokale, komunale këtu, dhe tashme jeni qeverinë e dytë edhe në nivel qendror, dhe vazhdimisht akterët politik të partisë pushtet sillen sikur me qenë vitin 2005, 2006, 2007, kur s'keni qenë fare parti, po kret aktivista, që është shumë mirë, aktivizmin shumë e dua dhe respektoj, po kur jem pushtet, ki përgjithësi, edhe nuk duhet me qenë arsyetim e kalumja e keqe për një tashme jo të mirë me pru një tardhme të gabume. Nuk është arsyetim gabimet që I kanë bërë parti tjera për juve edhe për mos punën e juve. Gabimet që I kanë bërë partit e tjera të e përfshi edhe temën janë dëshku me vot. Edhe kanë me vazhdu më dëshku me vot përderisa nuk I pranojnë edhe nuk reformuan mrena për mrena edhe nuk kanë hapësirë edhe mundësi për me gjetë alternativa tjera për mi përmisu ato gabime. Por gabimet e PDK-s nuk janë arsyetim I gabimeve dhe vendosjes si zetë. Nuk janë arsyetim, se ju jeni orë pushtet, duke I sulmu, akuzu edhe kundërshtu ato gabime. Tash nëse unë ty të sulmoj dhe të kundërshtoj vazhdimisht, kur të vijë në pushtet, unë du të me vepru ndryshe nga ti, jo kejtë si ti. Dhe dita e djeshtë ose e pardjeshtit kur ka ndodhur votimi në komision, nuk ka pas dallim pe atyne turpeve të mëhershme që ka ndodhur në pushtetet e mëhershme. Dhe këtë e thamë publikisht dhe e kumë thamë gjithkon edhe thamë gjithkon. Nuk dush më arsyetu veten për gabimet e tjera, mos punën tonë. Tjetra, sa I përket opozitarizmit. Nëse dikon ka pas opozitarizëm ma konstruktiv, ma të mirëqenë, nëse dikon ka pas debate ma konstruktive, për pas disa rasteve kur janë nxejt gjakrat, dhe zakonisht gjaku ju kanë nxejt palës e cilja ka di që është fajtore,
se kur mungon argumentin nxehtë gjaku, se Mitrovićtë dhe se opozita jonë, dhe e flas me kompetencë plot për Partinë Demokratike të Kosovës, në ty një iftar të kam bërë gjaje gjithkon ku dush këtë kuvendet komunale të Kosovës gjaje. Edhe ty të thiri. Nuk ka. Si do njëta si Partitë Demokratike? Thiri si do njëtë. Si do njëtë ti. Dhe nuk ka vendim të rëndësishëm që nuk u votu qëtë, bele që nuk u inicu për neve. Dhe më thonë, janë inicu për neve. Për shembull, pagesa për pacient me Covid, bornat, pakoja e bornave esenciale anti-Covid, qirojat për familjet në nevojë, e tjera, biblioteka, edhin drejtori, kena pos unanimitet plot, po kena pos inicim për opozite. Edhe nuk ka mirë me ofendu opozite. Se po në qëtë pak si të ofendum. Jo mos të ofendum. Jo, po niva i ofendum. Po në niva i ofendum. Po në niva i ofendum edhe nuk ka mirë me ofendum. Si dhe mos në fund mandatit, për shkak se na qëtët Mitrovic kena me jetu, bashkëtetari jena, nuk ka hiç rëndësi kush fiton e kush hu. Rëndësi ka kush bën për këtë vend, edhe për këtë qytet, edhe për këta njerëz, që kanë shumë nevojë. Po jam për diçmëri në kontakt me ta. Shumë ka nevojë. Edhe drejtori raportit që ja qojnë apë institutit, ka 60 vetë në ditje i kontaktej. Edhe ka njerëz që s'kan buk me andë. E vini që 8 vjetë për shtet. Jo që 2 ose 1, ase 30 ditë, që 8 vjetë. Kështu që mos të banalizojnë as muhabetin, as qëllimin e mirë të propozuesit që ke për këtë temë. Qa ka ndonë në komision dje ose par dje, o kon gabim. Deklarata e Mimoza Kosarit është skandal. Edhe du të mi pranu. Edhe me vazhdu tutje. Qka mundëm na me bo? Po më pëlqen shumë ideja për me qu një propozim në form ose të vendimit, ose se nësë mundëm me qu vendim për kuvend dhe për qeveri, po në form të propozimit që i parashe pagesën e rrymës edhe më thonë të energjisë elektrike edhe për banorët e Veriut që jetojnë njëk. Edhe me vazhdu me pas kauz, kuvendi komunal me pas kauz, me qu deri në fund. E mos tina politika nacionale në tema palidhe se zgjedhjet janë kry. A beden 4 vjetë i keni përpara, bile po më duket që po tutni që i keni 4 vjetë përpara. Këtë të dosh mësë me bovi ose Osmani president dhe veç për me shkullë zgjedhjet janë vetë. A beden. S'ka shkalla, po ka në konkrete, është bikum ti, ty për kjo në kohë me ka përshëndime. Falënderoj kryesues. Unë e përshëndes këtë iniciativë kolegut, po e kam një kërkesë për qytetarët, një kërkesë publike, që në momentin që të alokohen 11 milion që për pjesën veriore, në atë moment që të marrin informatat, pe ati momentit mës t'i pagujnë fakturat në pjesën jugore, deri sa të bëhen 11 milion euro. Mas mirë të është që shtë mja bo, po kjo shkon në mënyrë kolektive, nuk shkon sigurën e veçon si individ ose në grupacion një vëken, po të merën gjithë qytetarët dhe të bojna nëse kam pore me pagu pjesën veriore në të pagu një dhe për pjesën jugore. Do më thonë, kjo është kërkesë publike për gjithë qytetarët e Mitrovicës, o që ndroj për o pasojna. Masi së është kryetarit, i kam një pytje për shefin e grupit, edhe pëse s'kam qep një drejtu uptina, se nashta nuk i din ku me ditë sa në qyshën për qeverisë lokale, për 8 vjetë, në të nëngjek, spokti, disa projekte që jenë kry, që janë qeverisës të agem batirit 8 vjetë, që kanë qenë nisje e tina edhe në përfundu. Veç në të nëngjek, nëse ka. Faleminderit, Orna Qobrel, i zëjtë një replikë. Normal, e përkroj propozimin e kolegëve partijve, po një ashtu kërkoj që ato që ata kërësusin që të përpilot një list e saktë me familjet të cilat jeton pjesën e Veriut,
Godi me një, do me pas probleme dhe protesta, se të dhuron 11 milion euro pjesën e veri. Si pas asaj që du të gju, se që një më shëndu, të ala pa thunë, të ala pa diskutu një përshë. Do me pas protesta. Se do kom kjene shqiptar, po ka dhe nacionalitetit tjera të cilat pravik, me pjesës veriut edhe janë gjuh. E të përkrau në këtë mënyrë, unë absolutisht po volim nga qeveria. S'po volim për propozimin e partilit dhe kërkesa e kryesuesit. Unë e di që të gjithë janë partilit, pa ma prasysh këtu, që ne do të opozit, si që ta kryesuesi, por dhe japim numrin e saktë të banorëve shqiptar dhe jo shqiptar të mëton, ata të cilët a janë poshtiak, a janë Ashkali, a janë Rom, që mos i shkjerëm. Kështu që normal, shtroa tëra për muë nuk është kushish, po do të me shku si një partire në reciprocitet. Në me tonë, i jam 11 milion kemi jatë për pjesën e jugët. Edhe normal që ko me kërku, me pas edhe peticione dhe protesta, edhe shumë ko me pas probleme në rësaj. Andere. Andere, thorna, Izet, Samia, edhe pse realisht njëherë lejo të replikë, Sinqerisht, po bojna preashtime. Sinqerisht, nëse unë po drejtona me një zohë pak më të matë, është toni jam qaj. Është toni jam qaj. Që së më keni kuptu që një 3 vjetë të gjysë, është qështë e tjetër, është toni jam qaj. Dhe nuk e ndroj për ty dhe për asë mundë në më të përkërkon heqë. E dyta, sa i përket ofendimeve që përmeni kolegu dhe njeti, mundohë me qenë shumë konstruktiv dhe mos me fyt personalitet në dika. Mundohën. Paktën, nuk do të thotë që nëherë nuk dalë pe vetës ta. Mundohëm që mos më fyt. Nëse e kom fyt dikon gjatë diskutimit tem personalisht, si individ, publikisht kërpi falje. Nëse kom fyt personalisht, ndërsa për subjektet që ju i përfatsoni, unë mendoj që nuk mundet me prit diçka për 30 ditë kur ju lënë pasojat e 100 vjetëve. 100 vjetë pasoja na keni lënë, na keni kthy mbrapa. S'po du me hi më shumë në atë temë dhe në atë punë. E para, çështja e propozimit Fadilit është bajegi e rëndësisë madhe dhe e rëndësishme për qytetarët. Por, mendoj që zgjedhja e propozimit tina është e pa arritshme sa i përket kuvendit komunal. E propozoj edhe kryesuesi. Faleminderit. Veç të kryet për këtë. E propozoj edhe kryesuesi. Në atë mendje ishëm edhe na, që me dalë me një kërkesë bashku me ju drejtu Ministrisë për Kacse, e thashe edhe më herë, që me mundu me bo një zgjedhje. Sa i përket protestave, edhe sa i përket gabimit 11 milion euro. 11 milion euro që ju mbo. Për mu është gabim se ju kanë dhonë, personalisht në mërtajme për flasë, por kjo është një farë kontinuiteti që 21 vjetë është gabim dhe nuk do të me po këse gabimet të tjera. Protesta dalë dhone, o nësëra që prejnë. Gabimi është kjo. Regullë, Izet, po pajtojmë që ka qenë gabim. Mirë po, realisht do në kompri si keni minal të gabime, mos me vazhdu se për që ata keni marrë vote minal të sene. Sami, nëse ki diska konkrete... Konkrete kam me kujtu 30 sekunda. U tha që nuk i kemi ataku, nuk i kemi... Izet, avat lutem. U tha prej kolegut që nuk i kemi ataku se kemi kundërshtu drejtorat e kuvendit komunal. Prej drejtorit financave, kryesuesi di shumë mirë se ka qenë edhe në kryetar se që shkojnë të procedura, prej juristit kryesor dhe se cili rend drejtor këtu që e ki për ofër, urime për kolegin e Reqi ka ardhur për drejtoreshën e Reqi nuk e njohun, që se cili prej tyre ka lobu për intereset e veta, për pikat e veta që kanë ardhur këtu në asamblej. Izet, me emër të thëmë. Për pikat e rendit të ditës, kanë lobuë se cili kur e ka pas nevoje për pikat e rendit ditës në asamblejën e opozitës. Sepse numra se kanë pas kur për juve, dhe këta e din mirë edhe sot kjo ka ndodhur. Prandaj, nëse është kështu që shti për thupi, bjesë ti s'ki kontakt me këta heq, të kundërtën, pyte se cilin prej tyne, a ka mujt me kalu një pik e rendit e ditës tyne pa votën e PDK-s, të LDK-s, të AK-s, të nismës, OKR-s. Thuje, sa i ki numra tuaj, mos e ofendo opozitën ashtu. Sepse edhe prom Samidativi ka qenë milionin prej drejtorave tu të më thonë që a ka mundësi me mandimu këtë pik. Nëse me ty nuk e kanë... Faleminderit Sami. Orna që bre 1 minutë. Po mos më jam i drejtë. Edhe
Nuk po thëmë që s'kina bo gabime. Izet, ju lutem. Nuk e kritikova dhe Izet. Kërkoj falje. Nëse ke marrë si ofendim dhe s'po don me kërku faljen, me shtet të bash ofendimin çikash, bëj pa shumë po çfarë bëu, ka vetë Orna Shabran. Po, pastaj unë si zezat tash që 12 vite janë në kuvend, 3 mandate. Kina bo gabime edhe më herët qeverisë që kanë qenë. Normal që ka qenë dhe pjesa të reja. Po kjo është vazhdimsi. Po të dhuron 11 milion euro. Jo. Skandal. Si ka vëru për kush? Skandal. Që ka vëru? Unë që të këndirku kuvend në pjesën e veriut të japën prona di vriqe të ndërton kërtesa. Që i sot që tu jo? 307.000 prakje dhomë nga të reja. Keni bojës? Se, a këtë dishysh? Po ty me s'koj mikrofonesh? Kjo është Kjo është një familje pranimi i një pjesës të asaj që nga ka shumë kjo vjetë në shto kjo vyna. Ndere Shabran. Orna jetan pregaditët thët një begu edhe Perëmbullaksaj. Kthehemi pak në tokë edhe në pikë vendit ditës se jemi dollë krejt jashtë. 3.000 banori kështë pjesën e veriut, 1 milion euro. 3.000 banori kështë pjesën e veriut, më që... Që brend lutëm. Së dojë po. Kisha me vazhdu një propozim shtesë. E përkroj këtë iniciativë, po jo me 30 euro, po krejt fakturën e personave të zhvendosur prej veriut. Edhe propozoj që në atë vendim vendoset edhe kërkesa shlyerja e borxheve të shqiptarëve në pjesën veriore. Janë fshatrat ku edhe unë banoj që na faturohen. Pse na e kemi njoft legitimitetin e kekut, kurse këshitu në Serbiu, atyne nuk ju kanë vendos orë, shqiptarëve po. Tash na faturohem dhe kemi fatura. Dikush pagun, dikush nuk pagun. Po, kish me qenë mirë edhe njëjtën kërkes edhe faturat apo orët e shqiptarëve të veriut të pastrohen në qatë 11 milionësh. Mos të kene nga faturat detyrime se ka dikush që i bën vakije ju ka bo 2-3 milionë në fatura. Faleminderit shumë. Orna As ka orë, as në platë. Por vetë prej shpitër. Orna? Po, unë po flasë për vetë prej ku jetë atë pidit. Ndihma as pak kush kuj si ka fillu. Nështë atë kush që ka pasë në gjavë shumë, po. I 10.000 Nehat Bahtirë, 2 vllazni jam kanë dhe, më ka frundim, ka thonë, a ki nevoj marrë mendim. Ku me të qaj 1,5 milion për i qeverie që u dhurun, për Leoni, për Covid, au hargjun, apo edhe ku destinun që ato kisha posjetë. Më për 4 nuk 2 vllazni, 20 antarë familjes, me vllazni ku qenë smut për Covid. Njone në myti 53 vjetë, njone 68 vjetë. I 10.000 Nehat Bahtirin ka thjerë dhe ka thonë a ki nevoj për ti. Se asë më mashë në shkrytja. Faleminderit për i gjithë dhe kërkoj falje. Faleminderit Orna. Orna zotë e bego. Vesh në dezë mikrofon. Pa mikrofon. Se urejnë dhe kemi të visa. Unë nuk kam zosa që urejnë. Kur po flitet për kur po debatohet për këtë pjesën veriore për banorët në pjesën veriore gjithsesi sipas disa statistikave, jo disa statistika, po kjo dihet që 17.000 banorë janë në atë pjesë që janë dalë këtë pjesë, shumica janë sot 3.000-4.000 sot janë që jetojnë atje. Edhe unë jam mesin e atyre që jam dalë këtë tonë, e kam pronën atonë, është e djegur, edhe kërkosh për 20 vite, na ka po flasë kërësësh për lagjën kodra emilatorëve,
kërkush s'ka marrë iniciativa për me rindërtu atë shtëpi, ose të paktën me organizu banorët që me nejt aty, ose kush mundet me nejt, duhet, ose me mojtë në kontinuitet që bilin listat votave me konë në atë pjesë që me votue zgjedhje lokale, me konë numri votuese pak më i madh, që me konë prezenca e jonë atje më e madhe. Na duhet edhe që të sene duhet me debatu juve se e mirë është kjo iniciativa kolegët për 30 euro, unë se kam për vete se nuk u kanë imu kur gjë kërkosh se 20 vite, mirë edhe s'ka pas nevojë që, mirë po, mirë është mirë një muë, aqë sa mundën me një muë, ka, nuk është veç të rryma problemi është të tjerat, të qirat, të tëma. Sa i përket që politizohet pak kjo deklarata e Mimoca Kosarit, kisha thonë që mos me dhonë, kështu mos me hifër nasi në nivel lokal, në politika nivellit qëndror, se s'kena fort dikim, mirë po në qyshe kom dëgjue, aty pak qysh kom morë vesh, dhe qyshe kom dëgjue, edhe pse si jam me ekspert i asolami, Mimoca ka thonë, edhe aty u debatu, që këto 11 milion bëhen për shkak se nëse na e ndërprejna, automatikisht kyçet Serbia mi furnizu ata. Edhe na përhupëm shumë këtë aspekt, e kjo të paktën 6 muaj nevojitet derisa të themelohet një kompani për mbledhjen e borxheve, kështu e kam dëgjuar, për mbledhjen e borxheve në veri, në komunën veriore, kjo në bazë të marrëveshjes të Brukselit që e kanë nënshkruar këtu kryeministri atëhershëm ose Hashim Thaçi. Tash nëse duhet ai kompani nuk është të themeluar. Ata bile kanë propozuar me emrin Elektrosever asysh ata na thotë veten. Tash ne jena para vaktit krym, s'kem çare për pa boça do pa prit derisa themelohet ajo. Ajo merr kohë 6 muaj prafësisht derisa themelohet që me fillu me mbledh borxhet. Që ka që di për që ato, kështu që ato 19 milionera janë në vazhdimësit aty në ma herët që edhon, që janë dikon afër 150 milionera që i ka përsh komuna veriore, nëse banorët, kjo është. Falem dhe zoti Beko, Fadel, a ka mundësi me konkretizu propozimin që me qitë? Po, kërësus Fadel, unë mundohna me qimë që që shë mendova në fillim, mendova që mësë më hapë debat heq për këtë qështë. Me qenë se di peshe në rëndësinë edhe tash situatën politike, mirë por nuk më të vërshit për jasaj. Qëllimi ke i thjesht edhe i kjarë. Propozimi ke që ekzekutimi le të merë për obligim se sa banor janë. Do më thonë që nuk i kanë shqit prona, janë pjesën jugore, pa morë pasysh banorën, përgjësi, janë pjesën jugore, banorën me qera, apo me të formë tjetër banon këto. Me ditë numin strik sa është. Ai komision i ekzekutive është e rrugës që nëse e shef të rrugës që mundësia përmes mbulimit të komunës është e pamundshme, po vështirësohet gjendja, le të drejtohet qeverisë. Tash e kanë edhe qeverinë shumë lehtë. Ministrive të përkatëse dhe ju lutemi jemi këtë pozicion. Si të veprojë? Po kërkohet që t'ju paguhet edhe shpenzimet banorëve të veriut, mundësia buxhetore është shumë e limitume, hajde i lutëm divanën, edhe dalim për kësaj situate. Kur që tjetër? S'po t'ja po jemi kjartë, nuk shto kësha në bu, pande. Komisionin e të merë për oblim, e të trajton problemet, edhe se ku po mund shkanë. Nas po mund 30 euro e tash. Mi parto, Kristina, parto zbjekë. Po, drejt në parto me shku. Kështu, a ka mundësi, Fadil, me thonë që konkluzioni Kovendit është që obligon ekzekutiven që brenda një periudhe një mujore të përgatitë listën e gjithë banorëve të veriut të cilët jetojnë në jug me qera. Po ata që jetojnë është... Edhe që si kanë shqipru, në? Me qera dhe raste sociale, këtuhet. Ai që është me qera është edhe 90% edhe rast sociale. Le të përgatit listën, edhe masit të ketë listë ngashme në Kovend, ne të diskutojmë për procedurat e pagesës, matutje dhe hapa patyri. Kjo që ka tha e jetori, unë besoj që nuk
Ne që po jetojmë verina fakturojnë. Njëjtë ashtu po. Jo, unë po flasë për këtë përgjithësinë e nivellit lokal, unë kërë që ka përbojë të thëmë se Kuvendi më ne obligon ekzekutive me bo një listë. Realisht të çështja e lirimit të pagesave, ku mund aty be së ne bën atë punë. Unë e bon për ta këne me drejtu kostit fundit. Me dy kërkesat, kosti i edhe Duhet të peticion, tani të drejtuon, bre? Njëjtë është. Shumë mirë, po që të Le të jetë të Po, konstatimi është kë. Obligohet Kuvendi ekzekutive që brenda një muajit ta përgatit listën e gjithë banorëve të veriut të cilët jetojnë në jug me Qëron. Që shokja? Po, ne atja më ndëgjana të jetën. Po, ne po thëmë, obligohet ekzekutive që brenda një muajit ta përgatit listën e gjithë banorëve të cilët janë të veriut e që jetojnë në jug me Qëron, të zhvendosën jug. Dhe ata që banorëve në kanë faktuar... Po, na s'po folëm sot me liru për rryme, as këta. Po, na njëherë për obligojme në apru listën, e kur vjetë çështja në seancën tjetër për vendim, mundë me bisedu edhe për çështjen tonë. Atëherë kush është që të miratohet kë konkluzion? Faleminderit konstatoj që me vot unanime është miratu. Pika 10, 11 dhe 12. Raporti informues mbi gjendjen e bujqësisë në komunën e Mitrovicës. 11. Raporti drejtorisë së administratës së përgjithshme për përgatitjen për ofrimin e shërbimeve për qytetarë në gjendje civile gjatë sezonit të verës në vitin 2020 dhe 12. Raporti punës së drejtorisë së mbrojtjes dhe mjedisit për vitin 2020, që të trija janë diskutim, këto s'ka nevojë për miratim. A ko të interesuar për diskutu për këto tri pika? Unë, mirë është kolegu Zeti me përcjell do shifra veç me përcjell kështu, pasi që tha që nuk e kënaqën rreth përcjelljes së ekzekutive. Edhe po fillojmë me pikën e dytë ka rradha kësaj here, drejtoria e administrimit, e cila jo? Po, kjo shumë mirë. Është bisedu edhe në komitet për politikë dhe është kërku që të plotësohet raporti. Kjo na ka sjellë një raport edhe ka bëu mirë që ka sjellë të dhona. Shkam kanë interesu shumë dhe tash është mirë edhe jo me i përcjell çdo shifra se sa ka divergjenca mes. Nëse ju kujtohet lidhën e kalume me qenë që s'ka kohë me nejt të çështja buxhetit dhe me këshirë ndryshimet rreth investimeve kapitale, raportin që ka sjellë drejtori investimeve kapitale dhe buxhetit, çfarë dallime ka pas, nëse ju kujtohet e kom thonë në fillim që janë dallime sikur me kon dy komuna të kundërta, mos me ekzistu njëna me tjetrën. Tash po nalemi konkretisht te ç'kjo pikë. Kështu, në faqen e dytë po tretë, s'ka numër, na ka sjellë një tabelë e cila thot kështu. I kanë qirë të dhonat prej online-it. Dhe këto të dhonat tregojnë kështu. Do me thonë, për certifikatat lindjes, sipas online-it, janë lëshu për vitin 2020, 13.000 e 435. Kurse pagesa, sipas buxhetit, për certifikata, lindjes është 2.969. Jo faqe buxhetin se keni. Masanena është çështja tjetër. Kena për shembull të certifikatat vdekjes, sipas online-it, jo, na falni se kjo online-it janë shu 2.791, kurse pagesa e në botë 882 euro. Do me thonë, s'po di sa po jemi kjo. Sipas online-it, pra po flasë, me dhona, certifikatat vdekjes 2.791 jenë shu, kurse pagesa e në botë 882 euro. Është një dallim, Fadel.
që tu shuma ti referosh raportit financiare, po? Po. Rregull. Po. Jutna. Ja, raportit se keni. Tabela, raporti financiar, tabela numër 7, që sjell me raport fundvitit. Po nuk është i përfshim këto. Tjetër shka është kërku, u kërku që të sjellën se sa kanë kushtu sa aparata që vendos për nxjerrjen e dhonave, bile kryesuesi ka kërku që mundësisht ta dim sa është çmimi i tyre. Këto aparate kanë punu një kohë shumë shkurt, asnjë vet, dhe kanë shumë disa formular që shuma përputhet, dakor, të gjitha mjetët që janë fut aty, janë grumbullu, është formu komisioni, krejt në rregull. Por shka s'është në rregull, që këto asnjë vet me qujtë shtë s'kanë punu. Dhe sa da ditë s'punojnë heq. Edhe është investu bukur shumë, kem kërku shifrën, që s'është obligimi kësaj, si me qenë se ka orë mere, mos të nga nëkojnë, kem kërku shifrën sa kanë kushtu, nuk nga pasien. Dhe... Po. Këto, do më thonë, unë kujtohet edhe në Kuvend, në legislaturën e kalume, e kemi pru vlerën e vlerës tyne, dikon 10.000 euro, ka qenë një, mirë po, në komitet këmë thonë, sa ka qenë mundësia e printimit, ose sa ka printu certifikata një makinë e tillë. Po. Unë që kjo është dilema, aja ka vlerë, e ka nëzirë parët e veta, në të kuptimin e shërbimit e investimit që është bo në këtë shërbim. Vetëm kjo nga ka dashë si informat. Edhe pse përmisjet 3 vjetë jenë pasive. Pse që 3 vjetë jenë pasive këto makina, kanë qenë 3 kujtej, kanë qenë një të këto të komuna, një të stacioni i autobusve dhe një të biblioteka e qytetit. Pse nuk jenë aktive. Unë besoj që ideja ka qenë e jashtëzakonshme, ka qenë shumë pozitive, sepse ka qenë pyetje shpërndarja e shërbimeve. Mirë po pse nuk jenë aktive, ku qytetarët kanë pasur mundësi certifikat të marrë edhe shtunën, edhe ditën, edhe jashtë orarit punës, edhe s'ka pasur nevojë administrata me punu mas 4-ve, sepse atë shërbim ka ujtë me marrë në këto aparata. Kjo është ideja pse ekzekutivi, pse gjithsesi drejtoria e administratës nuk është merr seriozisht me aktivizimin e tyre. Ideja prapë ka qenë e jashtëzakonshme kur është menduar në fillim. Po pse sot nuk është aktive? Dhe ka një mekanizëm jashtëzakonisht thjesht. Tash veç edhe shkurt, nuk po i zgjat shumë, tash kjo po lidhet njëjtë sikur të çështja e laptopëve. S'punojnë. Edhe tash pozita, në vend se me u kujdes rreth çështjes mënyrës vlerës tyre, njëjta është edhe te aparatet. Pse s'po funksionojnë, pse në mbledhët, atëherë quhet te opozita thotë këta po lypin laptop. Po dojnë me shpëtu taksat e qytetarëve. Jo, ne nuk jemi lodhur me shpëtu taksat e qytetarëve. Po jemi të interesuar që ata laptop i keni blerë në farformë me fat. Me atë që janë fat, s'na kanë kryej punë. Edhe aparatat janë vendos dhe me qas po dalin fat. Tjetër, hajde shkojmë të marrëm edhe një shembull te këto veturinave nën toksore. Ku e që një shumë e modhe janë investu, sa të adet janë me gjënat vjenë një pobre, leqës janë shpërtu. Po lidhe të burë, se së shtem, po lidhe me investim. Edhe kryetari, ka e që akon burë, dhe i ketashit të tjekini me pas, qytet modern. Kanë gjenë nën toksore, që ka me shpërëndim, kurse ata kanë gjenë janë metë që kërë marrë. Falemderit. A ka dikush tjetër të interesuar për diskutuar na profesorish Liliana? Përshëndetje atëherë për gjithë. Sipas disa informacione që unë kam, te zyra e ofiçarisë, shefi i ofiçarisë është në pushim mjekësor. E di që disa punëtor aty kanë dalë edhe në pension, po mendoj që është reduktuar numri i stafit. Si e ka paramenduar drejtoria e administratës që me një staf kaq të reduktuar të përballojë fluksin veror? Nëse kime shtu diçka? Përshëndetje për të gjithë. Atëherë, sa i përket kësaj disbalanci që përmendi zbriun fjalë, neve jemi të vetëdijshëm që disa nga kategoritë janë të liruar me pipagesës. Por nëse flasim për shifrat në total, unë për momentin nuk i di përmendsh, por mund mi ju dërgu me email. E dyta, sa i përket e-kioskave. Ne gjithë e dim që e-kioskat jemi një ndër parë që i kemi funksionalizu. Dhe logikisht,
mjetet kompjuterike, shmerr vesh në IT e din që amortizohen, edhe nëse gjindën brenda objekteve. Tash paramendoni, nëse gjindën jashtë objekteve që gjindën këto. Tu marrë parasysh që kemi qytetarët pa ndërgjetshëm, që për shembull e kioskën të stacioni me shlaf e kanë lënë. Kjo ka kosto. Edhe na në plan të prokurimit si administratë e kemi për rifunksionalizimin dhe rregullimin e tyre. Tash është çështje kohës, një muaj ose 2 derisa të bëhet pjesa e klarifikimit edhe të mirëm me rifunksionalizimin e tyre. Ndërsa sa i përket të stafit që e potencoj zonja Elediana, është e vërtet që kemi një reduktim. Mirë po, për momentin, për shkak pandemisë, nuk me lejohet me hapë konkurs. Na nuk mundëm jam ndalu me u penzionu njerëzve, nuk mundëm jam ndalu me vdek, mirë po, ne duhet me operu me atë staf që kemi. Edhe kemi potencial dhe në raport. A bën Kresus? Me qenë se kom përbyll diskutimin me ato të Kovendit. Ne për që pun kena ardhë. Ne për që pun kena ardhë. Me diskutu. Kur e ke përmbyll? Ne alajmi ka diskutojna. Drejtor, Kresus, ka një herë, vjen një pikë që veç që ti po dënë, po thua e mbylla diskutimin. Ne kemi ardhë këtu dhe paguemi për të Profesoresh, dhe për shkak të respektit që do të meru se cilë për një tjetëre. Nuk e ditja ki këtu apo s'ki këtu. Jo, ku që gjithë. Jo, ti s'ka ke kom këtu, po dëgjo, unë për përsërisë edhe herë ato shka thash ma herë. I luta se cilë mentor të Kovendit, mëre replika në regull është. Asha ka të tjerë të interesu për të diskutu në raport në këtë qashti. 2 hera ka, nuk ka, thash mentor të Kovendit, qashtin e diskutimit të më përbëllu. Por në drejtoresh, jep ju përgjigje pyetjeve të cilat i bani Kovendit, dhe kjo e kryti punën e vetë. Kresus i bje që ti nuk je këtu, se unë kam qanë. Zonja mu drejtua për e këthe përgjigje. Ti kërka replik, ojzoj. Edhe u kry. Edhe u drejtë më adhëm fjallën të duhet me më adhëm. Ti replik po, fjallën e ke konsumuar. Me rregullat të Kovendit, zonja Elediana, antari i Kovendit ka të drejtë me diskutu vetëm një herë për një çështje. Caktume. Dhe ka të drejtën e replikës vetëm një herë. Kresus, kemi jashtë këtu për të diskutuar dhe paguemi për të diskutuar. Prandaj mos u mojt ligjërat për mos e bëj që punë, banali që punë, por në replikën edhe vazhdo tutje. Shumë e ke banalizuar që punën e fjalës marr. Shumë e ke banalizuar. Gjatë banalizuar po e ka rregulluar përsërish. Por në replikë. Po e shkel edhe atë rregullore. Atëherë, drejtoresh, unë e kuptoj që staf, ti nuk mundesh me i ndalë dot, as ata që vdesin, as ata që dalin në pension. Po mendoj që në planifikimet e tua duhet me pas një zgjidhje. Nëse e ke një staf të reduktuar, prej 15 veta supozoj, sot e ke momentarisht vetëm 8. Atëherë nëse kanë shkuar 7, këta 8 veta, a duhet me punu 8 orë, a duhet me punu me orar të gjatë dhe duhet me i stimulu dhe në pagesë me i pagu honorar. A ndoshta merr dikën vetëm për sezon veror me punu për kontratë mbi vepër apo diçka, do të duhet një lloj planifikimi. Nuk mundesh me ja marr shpirtin thonjza atyre që janë aty, vetëm se janë punëtorët e tu. Duhet me bërë zgjidhje, sipas mendimit tim. Ja, çfarë replike për këtë? Po. Atëherë drejtoresha kemi shtu diçka? Po, para punës, na nuk i kemi 15-14, po i kemi 18 punëtor, të cilën e kemi cekën në raport. E dyta, nuk pja marrim shpirtin kërkojna. Unë s'di që është anku dikush pja marrim shpirtin. Edhe kemi rregullu shumë mirë, do me thonë, e kompetencu atë që i ofrojmë shërbimet edhe prej orës 12 deri në javë, me rotacion. 2 zyrtarë të cilët lirohen ma herët një orë për qatë orën që punojnë orën 12. Edhe ky planifikim, të kuptohemi mirë, është vetëm për sezon të verës. Edhe për mirë kuptim që kryesuesi ka kërkuar i kemi shtu dhe me thonë edhe këto të dhënat e kioska që në fakt nuk u dash me përfshin këtë raport, si kemi të veç plan për sezonin e verës. Mirë po, unë jam me hapur për gjithçka shtesë që kërkohet. Faleminderit. Faleminderit. Sot, se cilët antarë të Kovendit mja përcil rregullore në punës Kovendit. Edhe pse fatkeqësisht ka funi, po ka funi le të mësojmë rregullore. Edhe dhe të këqyrën që është rregullore dhe cila është e drejta e antarit të Kovendit në raport me çështjet që diskuton. Për mu,
3 pikat janë të mbyllura, kalojmë në pikën e 13 pyetje dhe përgjigje. A ka dikush çështje konkrete? Orna 20. E kom një pyetje për juve, zotër Kryes. Edhe një kërkesë njëjtë kohë. Realisht, unë e di që kanë herë nxjerrën gjakat edhe me mua dhe me ty edhe këtë rast ku jena për. Por klutna Kryes edhe Valbon klutna nëse të dëgjojnë. Vizat për bëj po pikë kërkën dhe drejta të kanë kuban, të kërkoj falje dhe së penguva. Shumë sinqerisht. Hajde dhe vazhdojmë. Realisht, pajtona me atë rregullore që e tha për kundërtu dhe me konë për secilin i njëjtë. Ka njerë pëse po di këto reagime në këtë rastin me përsëreshën e Lidiona, nashta pa qëllimin tonë, pa dashjen tonë, po dyqysh si u cenu e drejta fjallës sajna. Po, nëse vazhdan për secilin me cenu të drejtën, jo me cenu, se s'ki drejt me cenu, po me punu me rregullore, po mërë edhe Lidiona, edhe Izeti, edhe Safeti, edhe secili e banë. Por, jo për dikon non e për dikon njerë. Kërkesa e më është kjo. Decisivisht. Ponu për të gjithë i njëjtë. Jo me dallime. Faleminderit. Faleminderit. Mos fokus e krasi në banë. A të një pyetje... Por më shkërëm i zot? A të bëjt më shkërëm? Jo, po ta të buk, të plakë, se kërës të buk, është më shkërëm se kom jetë të buk. E di që më lajgore, po... Edhe të lajgore e të po me zot. Hajde, unë në vesa. Ka shema e më buve. Diskriminim është kjo? Faleminderit. Diskriminim është kjo? Ke ma më buve të drejtën dhe furt për raportin? Kryesus e kam një breng të komunitetit Vaganic, Vërnic, Pesh, cilë pas pushimit 12 ditor në shkolla që u korë, transportin nxënësve për atë komunitet është ndalu, pra nga klasa e parë deri në klasën e 9 shkojnë në shkollë në Kom, ku në atë pjesë janë duke u sulmuar edhe nga qend enda cak, ku kohëve të fundit e kemi pas edhe në sën qenve enda cak ndaj nxënësve të atij vendi, pra komuniteti Baganic, Vërnic, Perç. I është ndalu transporti i nxënësve pas pushimit 12 ditor, cilin e kanë pas shkollat fillore dhe të mesme të ulta, kështu që kam dëshirë me ditë se a do të vazhdoj transporti i nxënësve apo qysh është çështja. Faleminderit. Edhe diçka, nëse realisht keni pyetje të shkruar me shkrim lirisht, vetëm mund të më dërzua dhe s'kemi nevojë me ngritë së qartë. Por në Valbone shkoj me familjen edhe vazhdojmë të në Valbone. Faleminderit, Kryesus. Kërkesa jam është drejtoria e bujqësisë, unë mendova me diskutu tek raporti, e kam një kërkesë kështu edhe si grundërmarrëse, fermere, po edhe prej fermerëve tjerë, domethënë e kam marrë kështu si obligim sot me ngritë çështjen dhe shqetësimet e tyre për damet që janë krijuar. Kërkesa jam është si drejtorisë të bujqësisë, po i drejtona kështu direkt edhe zyrtarëve, me marrë një iniciativë, do të thotë, nëse ka nevojë fermerët janë të gatshëm me bëni një peticion edhe me i dorëzu në shkrime, me i dërgu tek ministri i bujqësisë, sepse ai ka nënshkruar 32 masa e shumë masa të cilat 2020-2021. Jo, nuk është vetë bretaria, sepse pikërisht militanti kur kom reague dhe dhe me thonë më kanë shkrue, më kanë kërcu në format të ndryshme, po kjo është private dhe s'po du me ngatru me kuvendje. Janë nështru 32 masa, edhe janë disa masa të cilat nuk janë përfshi, o nuk pe fajsoj ministrin, mirë po kërkesa jonë është me ju drejtu edhe me pas dhe me thonë gjithë përfshirje për dame që janë të shkaktu me 2020-2021. E di që drejtori i ka këto informata, sepse shumica e fermerve përfshi këto bletare të cilat janë të aptushon, e i kanë të dhanat e të gjitha, do me thonë, dame që janë bo, sepse edhe kur kanë apliku për subvencionim, e dim që ka pas shumë dame të këta fermer. Kërkesa jem është të delegohet, do me thonë, kjo kërkesë dhe të meret parasysh.
Nëse deri në seancën tjetër nuk do të kemi përgjigje, do me thonë unë si asambleiste, kam e marrë iniciativë edhe ndër Ministrisë Bujqësisë minajt ministrit deri sa ti merë shumë seriozisht do me thonë këto çështje, sepse me të vërtet bujqësia ka pas dame të mëdha në 2020-2021, edhe nuk ka që edhe në kuvendin tonë këto që ka pas interesim do me thonë me mbrojt interesin e fermerit apo të bujkut, po veç këtë po janë votat, po vizitohet. Faleminderit shumë. Urna falem të njëjtë doktor Samia, profesoresha Lediona dhe Shubreta. Faleminderit kryesus. Unë kam një pyetje. Duhet drejtori këtu na vjen me rendit ditës të kemi raport nga drejtoria. Jo, pikë rendit ditës është pyetje dhe përgjigje sa më. Po llojo edhe në seancë edhe s'po jeni në seancë. Mund të filloj. A kemi pyetje? Po, ta mora fjalën. Në qenë se e kom parashtru një pyetje dhe ma herët pak e kanë morë ta ekzekutive me shako, pra po e përsëris prapë. Kam kërku nga drejtoria që e ndërtimit lartë, që i bënë, Bloqet Mitrovic, të sjell në kuvend, në ndërtesë, e cila i plotson të gjitha kriteret që është në komunën e Mitrovicit. Me pru, me në ekran këtu, monitor me po. Në veç një. Shka po du me thonë me këto, do me thonë, vetëm kjo të rëgën se këta që sa ku se kanë sjell, edhe jam shumë i bindur që s'kanë me sjell, se kanë boshkelje që mos me marë kohë ma shumë, e me thonë që veç që i një opozit po sëllmani. Let vjen një blak që ka ndërtu ekzekutimin këtë mandat që i plotson të gjitha kriteret si pas ligjit që janë. Kur që tjetër? Faleminderit. Urna të njëtë. Faleminderit kryesus. Shqetësimi jam është tek edhe është i drejtuar për drejtorinë e shëndetësisë. Është tek këto ekipet mobile të cilat janë të obligume me shku me ofru për kujdesje shëndetësore tek familjet, të cilat nuk mundën me ofru tek institucione shëndetësore të infektume me COVID, apo funksionan, në ne dhe qysh po funksionan, edhe dyta a është duke u jap pakoja e bornave anti-COVID, bornave esenciale anti-COVID. Urna doktor. Faleminderit kryesus. Ma hire që e bona një kërkes, tash për drejtu në kryetarit komunës, masi që është përfundimi mandatit. Në seancën e radhës, kërkoj për kryetarit që të vjen me një listë me projekte të cilat i ka nisë, i ka të përfundu, ose i ka përfundu. Dhe më thonë që 8 vjetë mandat. Ka mundësi, dhe më thonë 8 vjetë që ka të gjenë, që ka krynë të bjen një listë të shofëm, pse me dalë me aqit votën prapë. Paraqitur për Komitetit për Arsimje Rregullore për shkollat e mesme të larta, sjellja e nxënësave, më e fundit që është krijuar ose që është aprovuar në këtë kuvend komunal ka qenë në vitin 2013. Unë veç ja u kam dërsuar në trajt Duran Caku dhe kam mbetur në zyrën e juaj me muaj të tërë, edhe para se me qenë juve, po mendoj në detyrë, edhe prej që keni ardhur juve, ajo rregullore ka mbetur si skript mbi tavolinat e drejtorisë suaj. Asnjëherë nuk u proceduar për këtë kuvend. Ku qëllon, ku është problemi, pse ajo nuk u procedohet ose pse nuk po rinovohet në një lloj forme ajo rregullore për shkollat e mesme të larta, sjellja e nxënësave dhe disiplina. Dhe pyetja e dytë është, drejtor prej teje kam kërkuar në një seancë më herët, a ki statistika të rregullta sa më simptomës kanë qenë të infektuar me virus, sa orë të mësimit janë të humbura apo sa të zëvendësuara në shkollat komunës Mitrovicës. Dhe ala nuk e ka marrë këtë përgjigje. Të paktën 2 muaj ka që e kam bërë këtë pyetje. Pyetja tjetër shkon, kur do ta marrë këtë përgjigje? Kur të përfundoj mandati, t'ja kërkoj atyre tjerëve apo sa jeni juve mbështet? Faleminderit. Faleminderit. Urna Shobrel, përgatitet Zoti Beko. Faleminderit kryesus. Unë kam 2 kërkesa. E para është qendrës tregtare, pasi që parkingu, hapësira e cila është këtu përmas komunës, e gjithë ka kaluar në qendrë tregtare. Do të thonë në shfrytëzim që një muj ditë parafërsisht, edhe gjendja
apo detyrimet të cilat i kapi 24.102 euro, apo 28.443 euro 39 cent me të vëshën, është duke i kryer obligimet. E para, e dyta është sigurimi i objekteve të komunës, e cilat bëhet në për të gjitha pikat në komunën e Mitrovicës, sipas asaj që e di one, nga mandatet e kaluara është dikun ka 400 diçka mijë euro, 470 diçka mijë euro dhe afati i kontratës është dikun me 21 prit, 23-24 prit. Dhe marrë një shembull, Omnisporti i ka pas të pika për 2.950 euro për të siguruar objekti. Unë s'kom pranu me atë shumë. E kom zbrit 1.270 euro. O pranue. Tash, për çfarë arsye edhe tjera pika nuk punën më zbrit shtu, po jo të paguani shumë për 470.000 euro. Faleminderit që bërë. Kështu që kërkoj një raport edhe seancën e ardhshme do të kërkoj që të jenë si pikat rani ditës, unë për t'i bjerë në kështu ashtu t'i kumë këtë të gjëra. Kërkesa jam është në formë ankese në farë mënyrë, është si edhe si kërkesë edhe si ankesë. Për shembull, për pyet në atë pjesën e shalës që jenë dëmtu 80%, ma shumë se 80% në siguri, edhe përvazhdojnë të dëmtohen pa ndërprer, është në pyetje më pështu që a mundet më pështu që dojnë, është pyetja e pjesa e pishave, që nga aty kam fillu më dëmtu, se kjo pjesa tjetër, domthon kjo masa drore që është aty që e pëllon atë pjesë kryesore, ajo veç u shkatroi, mundi me shkuë mi pa edhe vetë çdo kush do mi pa, më në sheh. Kërkesa është kryesisht te drejtoria përkatëse, po pse mos më marrë edhe si kuvende, si kryetari i krejt me bë kërkesë edhe te policia edhe me qitë një post blok në stan tërk, me qitë një pikë statike policisë, me identifikue ose me legjitimue ata që shkojnë pas orës 19, najtë edhe që këthejnë për shkak se banorët nuk qarkullojnë, e që për shkojnë për dëmtojnë pyjet edhe për dëmtojnë gjithë shka. Kjo i shkon kërkesa jam edhe ma mërmenja që të vëtë me morë që. Ishta veç një kërkes, do me thonë kemi një numër të konsiderueshëm të qytetarëve Mitrovicë prekun me Covid. Kemi edhe kolega asamblesë prekun me Covid. E dim që kosta janë shumë enorm. A ka mundësi që kolegë tash edhe në tardhme, do me thonë, kur kemi seanca të lidhen nëpërmjet teknologjisë Zoom, Skype apo çfarë do, ose e tjetra të mos ndëshkohen me mos pagesë për shkak mos prezencës tëne. Mu bo kërkesë dhe mu drejtu direkt, do me thonë, të MAPL-ja, sepse me të vërtet nuk është pa dëshirën e tyre sot mungoj në seancë. Kostoja e banave është të jetë e lartë e mos flasin nëse përfshihet e gjithë familja, nëse do me thonë atyre me gjithë një mundësi të nënshkrimit online, edhe me u kyqë direkt në zonë, ose të paktën mos dëshkohen me mos pagese, me të vërtet, ashtë sot kemi 1-2-3 raste mundemi mi pas në të ardhën ma shumë kolegë, cërtë mujnë me u prekë. Po online, momenti që është sekretar online, konsiderohet prezent. Po besoj për seancës të të rikëshyrëm gjitha... Shumë sinqerisht, se tash, unë po thëmë sot kemi 1-2 kolegë të ardhën mujnë me pas ma shumë. Do të me thonë drejten kjo varët për teknike sa kemi. Për teknikës ko është edhe një mundësi që na muj me drejtu tema APL-ja, do me thonë si kërkesë... Regull, do më bashkë me sekretarinë i këqyrëm gjitha mundësit të mundshme, fjalla vetëm ata të cilët jenë regull. Me Covid, jo. Dikuj teket me krye punë me i bekim telefon online e me qënë sa. Jo, pikërisht e ko fjallën me Covid, sepse ata që të prekur me Covid e kanë edhe një dokumentacion që... Pse o s'kam me informat, okej, nëjse. Komuna, këtë unë të dalon informat? Po. Komuna e Prishtinës, komuna e Kaminicës është për aplikue, dhe në thonë përderi sa 2 komuna... Regull, edhe ne e këqyrëm monën teknike që është me realizu. Faleminderit. Besoj për seancës tjetër. Atëherë obligohet ekzekutivi që për seancën e radhës
gjitha këto shqetësime dhe pyetjet të cilat i ngriten anëtarët e Kuvendit, ti dërgoni me kohë të sekretaria që ne jemi përcjell te anëtarët e Kuvendit. Përndryshe, gjitha ato shqetësime të cilat jo nuk i trajtoni, ne kohës kësmet seancën tjetër ja vojmë pikë të rendititës. Po, absolut. Diçka edhe ne pyetje për Ja vojmë shira profesoresh, faleminderit, shihemi seancën tjetër. Edhe një pyetje